Zoti Qemana, ju thoni që dhe keni ndjeni që DPI është përdorur për të ndjekur apo shantazhuar persona me funksione të larta shtetërore. S'po flas Shqipëri që tani është vendosur. Po, në rastin ju të përmend Turqinë. Ku? Kemi rastin e Iranit pas zgjedhjeve në 2019 nëse nuk gaboha. Ku Arabia Saudite u bëhej monitorimi të gjithë personaliteteve dhe gjatë këtij profilizimi kapen normalisht se cili nga ne ka pikat dobta. Mund të jenë pikat dobta që s'kan bëjnë me korrupsionin, nuk kanë bëjnë me shtetformimin, mund të kenë bëjnë ku ta diun me një vest për bastet, mund të kenë bëjnë me një vest për pijen, mund të kenë bëjnë me një vest ku ta diun për pornografin. Dhe ky informacion mbledhej dhe ky informacion përdoret për shantazhim. Tani përdorë një fjali këtë që tha Besi. Okej. Po. Me një fjali këtë që tha Besi, më merri ditë shok me merak, në fakt, tha përpara DPI-s, i kishe thënë komshiu vetë, tha sa trafik bën mbas orës 10 natës ti, kishe thënë. Tani ai komshiu vetë do ta di dhe çfarë shikon ky shoku im gjatë natës. Po pse e pyeti? Se punonte te një ISP, te një nga këto kompanitë e internetit dhe i tha sa trafik bën gjatë natës edhe çfarë. Tani ai mund ta shikojë çfarë. Edhe tani ai mund ta shikojë edhe çfarë bën ose çfarë trafiku përdor në edhe nëse nuk të ndjek shteti këtu për qef, për shembull Ola, bën një bisedë për qef? Po, mund të jenë punonësit e ISP-s, siç do në pagat për 200 euro, mund dali edhe profilizimi jot. Madje për gazetarët mund të ekspozohet edhe burimi se me kë ka folur në telefon dhe sa gjatë ka edhe në WhatsApp. Edhe në WhatsApp. Dhe duhet të kemi parasysh diçka. Këto që themi ne janë cilësitë komerciale që ofrohen për biznesin. Se çfarë mund të ofrohen për shtetet, këtë nuk e dim. Duhet na thojnë vetë institucionet shtetërore. Sepse DPI-ja mund përdoret, është një teknikë sulmit, mund ta thojë edhe Tomi, mund përdoret man in the middle, quhet që DPI-ja venoset në mes të trafikut, i shtohen dhe pajisje tjera që bën dhe dekriptimin e trafikut, mund lexojë edhe mesazhet tona. Plus, për sa i përket trafikut të painkriptuar, e ka letër me shkrimdore. Pra mund të lexojë çdo gjë në një trafik pa enkriptuar. Drejtori i AKSK tha që Shqipëria ka 100% trafikut të enkriptuar, nuk është e vërtetë. VoIP në Shqipëri nuk është i Do me thënë Besmir, me sa kuptoj unë, ti je duke thënë që tani gjithë Shqipëria bëhet Big Brother. Nëse ato do përdorin këto pajisje pa kuadër ligjor, nuk them që është bërë, nuk e di se si po ne nuk kemi kuadër ligjor. Kemi? Por nuk kemi kuadër. Imagjino, u desh 2 javë gjysmë që të deklaronin dhe të pranonin instalimin. Ka mbi 2 javë gjysmë që ne këmbgulim që janë instaluar pajisjet, kemi dhënë fakte që janë instaluar pajisjet, pas 2 javësh e gjysmë e pranuan me një intervistë 45 sekonda, në të cilën dhe dizinformuan deri diku. Dhe më e bukur aty kush është? Te deklarata zyrtare ishte që i kemi instaluar për të mbyllur me TikTokun, këto janë pajisje shumë të mira, nuk cenojnë sigurinë dhe të dhënat e qytetarëve, na mbrojnë nga krimi kibernetik dhe nga sulmet kibernetike, por pas një viti do e heqin përsëri. Tani më fal, nëse janë kaq të mira. Këta thon pas një viti do të qëndrojë për një kohë të shkurtër thonë, ka raportime se do të funksionojë vetëm për një vit. Nëse është teknologji e mirë, pse do funksionojë vetëm një vit? Kjo është pyetja e rinja, pse duhet hiqen për një vit këto pajisje? Nëse janë kaq të mira, nuk ka asnjë kur vjen Abileka, pse duhet largohet për një vit? Gjë e mirë duhet rri gjithmonë. Ose duhet të ketë sa rregullat TikToku për thënë. Në fakt, kjo që po përmendim. Okej, nëse janë blerë, sa është kostoja? Sa ka paguar qeveria për mbylljen e TikTokut? Tjetër çështje kjo është problem që nuk parapyesin shumë këtu Besmir për pagesat. Të ndalojmë te kjo e para. Zyrtar, as nga kompanitë, ne s'kemi as nga kepi, që janë vënë këto DPI. Nuk e kemi një kronikë televizive. Ata e nxorën në një televizion vetin, flisni ju tani se po ju shajnë ca njerëz, po ju akuzojnë ca njerëz që po na përgjoni. As një tim zyrtar. As një garanci zyrtare s'kemi ne sot. Ne sot kjo është hajdutse akoma. Por ata bëjnë kronikë televizive vetëm për të përgjigjëstruar këta çunat dhe ne që po ankoheshim që përsëri nuk la përgjigjëstruan, e pranuan që i kanë instaluar dhe ideja është e tillë. Ata tha vetëm ne nuk po ju përgjojmë. Janë vënë këto, por ne nuk do i përgjojmë. Jo, ne po ju përgjojmë, por nuk do të përdorim. Po, nuk do i përdorim. Kjo të betohem në Zot që nuk do të përgjojë. Po. Me bes, kështu duhet edhe mbes. Asnjë njoftim zyrtar. Kuadër ligjor, asnjë njoftim zyrtar dhe kuadër ligjor
asnjë përpjekje për ta pasur këtë punë. Minimalisht një njoftim për shtyp në bazë të transparencës, që nëse dikush e di që po përgjohet të paktën të di që të mos përdor rrjetet për të cilat ai të mbajë privata apo telefonata dhe biseda që do që ti bëj. A ka në vendin Këshillit të Ministrave, VKM minimumi. Atëherë për të kuptuar rëndësinë, është një ankesë, një dokument ankesë EDRI. EDRI është Organizata për Drejtat Digjitale Europiane, e cila dyshonte që këto pajisje janë instaluar pranë ISP-ve në Europë, pranë internet providerave, nga vetë providerat për arsye sigurie e tjerë, por jo nga shteti, pra që nuk do kishte përgjim monitorim e tjerë, dhe i ka dërguar me 15 maj 2012, ka dërguar një letër në Bruxelles duke ju drejtuar të gjitha instancave më të larta të Brukselit. Dhe përveç saj shoqate, këtij denoncimi i bashkohen akademik nga 15 vende të ndryshme dhe 45 oje që të ndryshme nga Bashkimi Evropian. Nëse kjo DPI-ja do ishte kaq e thjeshtë sa duan të na bajnë, pasi u zun me preshën dorë, pasi nuk ka një kuadër ligjor, pasi nuk e dinë si të mbrohen, këto europianet budallë janë që ngrinë në zërin, francezët, të cilët e kanë ngritur dhe si çështje parlamentare, budallë janë. Dhe mos harroni që Franca e implementoi DPI pas sulmeve ndaj revistes satiristike Charlie Hebdo, më fali për brendin Hebdo. Tamam? Dhe e implementoi nën ombredhen e sigurisë kombëtare. Pra një pajisje që instalohet nën ombredhen e sigurisë kombëtare, këtu është quhet tek ISP-t, nuk e dim kush e ka çuar, nuk e dim çfarë baze ligjore ka, nuk e dim nga ka ardhur, nuk e dim sa ka kushtu. U tha që do përdoret rreth një vit. Po tani këtu ka edhe një vit. Pa dashur politike, po nuk duhet të bëj politikë. Tani unë nuk kuptoj mund të përgjohet në mënyrë masive çdo njeri. Diçka. Dhe identifikohesh nëpërmjet email pajisjes tënde. Do me thënë kush ka telefon automatikisht. Jo kush ka telefon, jo. Kush hyn në internet dhe televizori do dalë çfarë po përdor. Dhe kamera e live streamit. Do me thënë kush hyn në internet është mund të përgjohet. Çdo pajisje. Kush ka akses te kjo pajisje? Kush ka akses te kjo pajisje tani, se kjo është e rëndësishme. Tani këtë po kërkojmë ne që të rregullohet me ligj. Sepse momentalisht nuk është e rregulluar me ligj dhe këtu mund të ketë akses kushdo. Montu pajisja dhe mund të ketë edhe shërbime informative jo mike që kanë akses të përgjithshme. Imagjinojeni tani nesër vjen kjo Kallas, Kaja Kallas në Shqipëri, zës presidenti i Komisionit Evropian. Vjen kjo, po. Sa akseson një Wi-Fi këtu në Shqipëri? Jo Wi-Fi, roamingun. Roamingun. Me aksesimin e roamingut ajo është e përgjuar direkt. Sepse këtë gjë e ka bërë Mohammed bin Salman dhe ka përgjuar Manuel Macron dhe Jeff Bezos. Ky bin Salman, ky të heq kokën. A është kjo një formë censurës moderne apo kontrollit të sjelljes në internet? Patjetër që është në momentin që ka një pajisje të tillë. Ne censura nisi me mbylljen e TikTokut. Pra ne kemi mbylljen e TikTokut pa vendim gjykate. Pra nuk kemi një vendim gjykate për mbylljen e TikTokut. Mbyllja e TikTokut u bë me sondazh. Megjithëse unë jam një ndër ato persona që nuk e preferoj TikTokun si rrjet social të ekzistonte. Po në fund të ditës nuk mund të mbyllet një rrjet social me sondazh. Nesër mund të bëjmë sondazh të gjithë prindrit, a duhet të mbyllim me cënën, DPI-n aty e kemi, i mbyllim dhe faqen, e mbyllim dhe se kanalet dhe si gjitha. Bëjmë një sondazh tjetër, a duhet të fusim burg X-in Y-in, pra janë gjëra që duhet bëhen me vendime gjykate. Pra nëse në Gjermani, në Francë, përdoren pajisje të tilla, në Gjermani ka rregullat e frikshëm, nuk lejohet profilizimi dhe gjurmimi i personave në kohë reale, vetëm pasi të ketë një vendim të qartë gjykate. Dhe kjo ka një problematik shumë madhe. DPI-ja në Gjermani përdoret vetëm për menaxhim rrjeti dhe asgjë tjetër. Franca dhe Italia kanë pas super debate dhe vazhdojnë akoma të kenë debate, kurse në Shqipëri u tentuat të kaloj totalisht në hije. Dhe ne po kërkojmë vetëm informacion, dhe është e drejta jonë kushtetuese për të ditur se çfarë po bëhet me dhënat tona personale. Duam ta dim kush do ketë akses, si do i përdor. Pra, Besmir, këtu mund të shantazhojnë në të gjitha llojet e niveleve, sado pushtet kenë. Kjo është një mënyrë. Patjetër. Ja, më falni, mund ta banalizoj çik muhabetin. Ha?
Mund ta banalizoj pak mohabetin që t'jetë e kuptuar. Po. Një ndër problemet kryesore në Shqipëri është prostitucioni. Shikon një politikan ose një biznesmen që hap një faqe eskortas ose një faqe masazhës, ngel logu që ky përdorues filan orë nga filan telefon ka hy këtu, ti e din çfarë do bëjnë, shkon ndjekë, bëj foto dhe e kapi live. Pra ti i gjurmon jetën personale të kontrollon jetën private si të do qevi ty. Për kokër të qevi. Për ta kuptuar gjithë se çfarë mund të bëj. Që pamit parë duket ama çfarë problemit ka e di ku hyra. Do të për këto polikande mund të përdoret pak, kupton? Se këta lirit të madhe kanë. Bëj shaka, ha? Se tani cilat janë mënyrat tani shteti shqiptar Besmir nuk e çan shumë për këtë punë sepse e ka krijuar vete dhe e futi. Tani cilat janë mënyrat që një përdorues të mbrohet nga DPI? Kjo është një... Ja ta mbaroj ai dhe të ndajemi. Mund ta vazhdojnë dhe Tomi këtë, e para do jetë do them gjatë. Mund ta vazhdoj Tomi. Mund të vazhdoj Tomi se për njëjtë gjëra do themi. Më sakson edhe një herë që janë shantazhuar persona shumë të mëdhenj, po më të mëdhenj që janë shantazhuar edhe një herë, më the nga ky Selmani Jeff Bezos dhe Macron. Jeff Bezos dhe Macron, ai mund të bëjë çdo gjë, po në vende të tjera nivelet larta? Po kishe ke rastin e Iranit, ke rastin në rastin e Turqi, ke përgjithësian tek vendet diktatoriale, ka dyshime edhe në Hungari të pavërtetuara, po të lexohet në internet është një ndër shtetet që shoh. Hungaria. Është dhe skandali i Pegasusit famshëm aplikacionit i Izraelit. Tu të ne vetëm doktorit nuk e që i ben se a i delë që në mjesë dhe fletë qëfar zjerë qatë do. Nuk e qëfar i përgjonë, të? Shka i përgjonë një që a i delë dhe thotë dhe gjerat që të përgjushme dhe të papërgjushme dhe të qudishme. Tani, unë falenderoj shumë... Ti mund t'i dekonspirohet qytetarë digitalë. Zoti Selmani faleminderit shumë. Tani, edhe kjo na duhet, tani që të vijet një pajisje aty dhe ne... Është një çështje që duhet ta ndjekim të gjithë së bashku. Na mungonte edhe kjo gjë thuaj, se këtu të gjitha gjërat janë, mungonte edhe kjo. Jo, është asia po ne po kërkojmë vetëm ligj, asgjë tjetër, dhe transparencë. Nuk po themi hiqi. Bëj ligje dhe transparencë. Edhe integritet ata që do i shohin këto dhëna.